gjatë kohës luftës, pjesës së dytë të luftës, u godit një objekt në afër Dimonës. Dimona është qyteti ushtarak, si thua, ku është pjesa nukleare e Izraelit. Pra, të gjitha armët nukleare të Izraelit, të gjithë pjesa ushtarake e Izraelit për sa i përket armëve nukleare është në Dimona. Në pjesën e dytë të luftës, pra në luftës 6 ditore, u godit një objekt në Dimona. Kjo si thua u është kalua nga media, por nga investigimet që ka bërë, nga deklaratat e vetë iranianëve dhe nga fotografitë e publikuara, jo vetëm fotografitë e publikuara nga iranianët, por dhe nga fotografitë e publikuara nga njerëz të cilët si thua gjurmojnë lëshimin e këtyre raketave dhe shikojnë vendet gjeografike nga ka rënë këto raketa. Ajo raketë ka bërë diçka, ishte më tepër një raketë e lëshuar për të treguar forcën e Iranit, sepse ajo raketë kishte goditur bunkerin nuklear të Iranit, i cili ndodhej ngjitur me kampin e Dimonës ku është komplet forca nukleare e Iranit dhe kishte arritur komplet forca nukleare e Izraelit. Dhe kishte arritur të shkatërronte këtë bunker nuklear. Kjo besoj unë se është me një raketë të cilën nuk e kishte lëshuar më parë. Pra raketa ballistike e cila kishte goditur këtë bunker nuklear nuk kishte lëshuar më parë. Dhe kjo besoj unë që ka qenë një tregim dhëmbësh i Iranit. Ka qenë një tregim dhëmbësh ku ka treguar se në qoftë se ju vini për shkatrimin tonë, edhe ne do vim për shkatrimin tuaj. Dhe çdo të thot kjo për të kaluar pak më gjerë. Pra, a besoj unë se Irani do të godasë Evropën? Nuk besoj se Irani do të godasë Evropën drejt për drejt, në qoftë se Evropa nuk bëhet pjesë e atakut kundra Iranit. Pra, këtë nuk e besoj. Dhe besoj që liderët evropian kanë mbajtur një qëndrim pak a shumë të drejtë dhe asnjënjës për sa i përket kësaj. Por, rreziku tjetër është shpërthimi i zonave nukleare në Izrael. Pra, në qoftë se Irani, në qoftë se arrim në një situatë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmojnë Iranin, atakojnë Iranin në një mënyrë ku Irani nuk shikon më ndonjë të ardhme për veten e vet. Pra dhe si thua, bëhet si i mbyturi që të mbyt. Unë megjithmonë besoj që Irani pastaj do të sulmojë zonat nukleare të Izraelit dhe një shpërthimi në zonat nukleare të Izraelit, ajo rrezja apo mbetja nukleare e cila do dalin nga shpërthimi i zonave nukleare në Izrael, unë besoj që do të arrisë dhe Evropën dhe kjo do të jetë shumë e dëmshme se sa sulmi me raketë, sepse sulmi me raketë është i lokalizuar. Rrezja e këtij shpërthimi apo rrezja e saj, rrezja radioaktive që del nga ky shpërthim nuk e lokalizon dot.